Bashkimi Evropian ka njoftuar për vizitën e përfaqësuesës së lartë Kaja Kallas në rajon, përfshirë edhe në Kosovë, por nuk ka saktësuar se me kënd do të takohet ajo në Kosovë. Është kjo vizita e saj e parë në këto vende të rajonit, pra në Kosovë, Maqedoni të Veriut dhe Serbi, prej kur ajo ka marrë përsipër postin e shefes së diplomacisë së Bashkimit Evropian. Përderisa për vizitat në Beograd dhe Shkup thuhet qartë në komunikatën e BE-s se ajo do të takojë presidentët, kryeministrat, ministrat e tjerë, për vizitën në Kosovë vetëm thuhet se do të takohet me përfaqësuesit e partive politike dhe organizatat e shoqërisë civile. Në Kosovë, përfaqësuesja e lartë Kallas do të takohet me përfaqësuesit e partive politike dhe shoqërisë civile. Ajo do të zhvillojë një konferencë për shtyp në Shtëpinë e Evropës, ndërsa përfaqësuesja e lartë Kallas do të vizitojë edhe misionin e BE-s për sundimin e ligjit EULEX. Ajo do të takohet po ashtu edhe me komandantin e KFOR-it Enrico Barduani, thuhet në njoftimin e shërbimit të veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian. Në formulimin e tillë të njoftimit nga ana e BE-s, duke mos përmendur asnjë funksion shtetëror të Kosovës me të cilët do të takohej zonja Kallas, mund të jetë si pasojë e paqartësive institucionale që vazhdojnë të jenë në Kosovë në këtë moment. Për këtë vënë nga Brukseli, Augustin Palokaj.